Iniciativa Mbrojtja e Mençur Ballkanike është e domosdoshme, e pashmangshme, në tel demokratike dhe mbron demokracinë dhe si e tillë është inovative dhe proaktive. Deklarata në Tiranë midis Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë duhet jetë dhe duhet shihet si piknisje për shumë më shumë se sa vetëm deklaratë. Pra, iniciativa për mbrojtjen e mençur ballkanike ose Balkan Smart Defense Initiative nuk duhet jetë vetëm aspekt deklarativ apo i bashkëpunimit të përgjithshëm. Duhet të vazhdohet më tutje me ndërtimin e kapaciteteve të përbashkëta të ndërveprimit midis shteteve demokratike në Ballkan, të cilat edhe do ta vlerësojnë se cilat janë rreziqet dhe kërcënimet e sigurisë në Ballkan, edhe do të jenë reagues të përbashkët kundër këtyre kërcënimeve dhe rreziqeve të sigurisë dhe po ashtu do të bashkëpunojnë me të gjitha shtetet tjera të NATO-s. Iniciativa e mbrojtjes së mençur ballkanike duhet të vazhdojë me ndërtimin e kapaciteteve të përbashkëta, të cilat vendosen në 3 këto shtete, në Kosovë, në Shqipëri dhe në Kroaci, dhe të cilat ndërveprojnë dhe bashkëveprojnë në secilën situatë. Kjo nuk është zëvendësim për NATO-n, kjo nuk është zëvendësim për aspiratën e Kosovës të jetë anëtare i NATO-s. Përkundrazi, ky është koncept i NATO-s, pra mbrojtja e mençur, është koncept që NATO e promovon në rajone të ndryshme, të cilat kanë specifika të përbashkëta. Shtetet demokratike në Ballkanin Perëndimor, Kosova, Kroacia, Shqipëria, duhet të vazhdojnë edhe me thirrjen për Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi, që të bashkohen në iniciative të konkretizuar me veprime dhe jo vetëm me qëllime. Iniciativa që unë promovoj, mbrojtja e mençur ballkanike, ka shumë elemente të cilat do t'i shpjegoj në videot tjera. Janë elemente profesionale të cilat shtetet demokratike në Ballkan duhet në mënyrë të përgjithshme t'i trajtojnë dhe t'i bashkërëndojnë. Ndërveprimi midis shteteve demokratike në Ballkan në çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes është domosdoshmëri në krizat dhe kërcënimet e reja të sigurisë.